të bëjmë futbollit dhe të luajmë me Barcelonën. Ëndra ime të luajmë me Shqipin dhe të bëjmë Serbë Roda. Etienne Football Academy operon prej gati një dekade në Shqipëri, duke qenë një nga qendrat më të preferuara për fëmijët për të ushtruar futbollin. Që prej vitit 2017, kur kjo akademi hapi dyert, shumë gjëra kanë ndryshuar e nga një grup i vogël fëmijësh, aktualisht janë mbi 300 futbollistë, të cilët argëtohen e ndërtojnë ëndrrën e tyre, që një ditë të bëhen futbollistë profesionist. Presidenti e Etienne Academy, Gilda Lilo, administratori Kristi Sulenji dhe trajneri i parë Rind Kosova, rrëfejnë se si ka qenë rrugëtimi dhe hapat e para të kësaj nisme, që tani mund të quhet dhe një shkollë e mirëfillt për fëmijët. Etienne Football Academy u themelua në vitin 2017 si një ide e thjeshtë, por me kalimin e viteve ajo u shndërrua në një përkushtim të vërtet familjar. Qëllimi ynë që në fillim ka qenë të krijonim një vend ku fëmijët të rriteshin nëpërmjet futbollit, disiplinës dhe vlerave të jetës. Si fillim e kemi nisur me shumë pak fëmijë akademin, por me kalimin e viteve u shndërrua në një familje e madhe. Kur më është prezentuar si projekt, mu duke goxha projekti mirë, duke ditur që bëhet laf për formimin e fëmijëve, duke filluar nga moshat e vogla deri në moshat e mëdha. E nisëm me grupe fëmijësh të vegjël dhe kemi arritur deri te grupet U17. Do më thënë nga grupet U7 deri në U17. Në fillim kur është propozuar ideja për të qenë pjesë e Etienne Academy, unë kam ardhur si trajner portierash, pastaj duke u formuar vetë edhe me kurset e UEFA-s në Federatën Shqiptare të Futbollit, arrita që të krijohem si trajner për veten time dhe për akademinë. Tani jemi bërë me shumë fëmijë të akademisë dhe kemi harruar që të bëjmë edhe fëmijën tonë të dytë. Kemi ngelur vetëm me Etienne që mban edhe emrin e akademisë. Ka qenë një rrugtim i gjatë, i bukur, i sfidueshëm, me sfida, me probleme, me gjitha çfarë mund të ketë fusha e futbollit, por në fund ja kemi arritur. Jemi arritur, ka qenë shumë sfidues, por me shumë punë, sakrificë, ja arritëm, ja dolëm dhe kemi krijuar këtë akademi me mbi 300 fëmijë. Për mua është një diçka shumë e madhe për të qenë tek një akademi që ka mbi një dekadë që po nxjerr fëmijë në klubet e Shqipërisë. Etienne Academy përveç kushteve të përsosura që janë, gjen një staf të kualifikuar me profesor shumë të kualifikuar. Ne i mësojmë fëmijët që në radhë parë të edukohen, pastaj dhe me sportin që të merren sa më shumë dhe të kenë sa më shumë prirje ndaj futbollit. Primare për ne është që të mësojnë të edukohen fillimisht. Drejtuesit kanë punuar për të formuar një akademi me kushte ideale për zhvillimin e fëmijëve, duke ndërtuar një skuadër me trajner profesionist. Në mesin e atyre, që kujdesen deri në detaje për fëmijët, është edhe Sabail Gjyli, i cili pavarësisht rrugëtimit dhe vështirësive që i kishte rezervuar jeta, përmes Etienne Academy, arriti që të bëhet trajner dhe të realizojë ëndrrën e tij për të bërë pjesë e botës së futbollit. Historia ime vjen nga një histori me vujtje me pjesët kur unë jam rrit në institucionet e shtetit, që moshën 0 vjeç deri në moshën 14 vjeç. Aty nisa dhe hapat e parë të futbollit, doja shumë futbollin, po pamundësia për të arritur ëndrrën time për të bërë futbollist ishte ekonomia dhe pjesa e jetesës që kam kalu. Por sot jam i realizuar nga ana e trajnimit të federatës, që bëra edukimin për trajner, edhe sot jam paktën pjesë e akademisë atje. Mbasi kam marrë kursin e trajnerëve UEFA-C, jam kontaktuar nga Akademia Etienne, kur u pa arsyeshëm statusi im social, për shkak se nuk njihja ndonjë akademi dhe krijuam një marrëveshje mes akademisë dhe meje për ardhur këtu dhe për trajnuar fëmijët nga mosha 6 deri në moshën 13. Këtu kam gjetë staf shumë të mirë, duke filluar nga presidenti, nga trajnerët, stafi gjithë. Futbollistët janë shumë të dashuruar, me fjalë të respektuar, të vlerësuar. Vetë futbollistët
janë të lumtur për atë që kanë gjetur në këtë familje të madhe, pasi rrugëtimi i tyre po shkon mjaft mirë dhe premisat janë maksimale që nesër të jenë ata futbollistët e së ardhmes. Kam shumë vite këtu, kam bërë shumë hapa ndryshëm, kam parë shumë lojtarë të rinj, lojtarë të mirë që kanë ardhur dhe kanë ikur, presorat të rinj, presorat vjetër. Unë kam zgjedhur të jem pjesë e Etienne Academy për shkak të ca shokëve të mi që ishin para me këtu, më thanë futu, që atëherë pastaj ka vazhdu. Unë kam zgjedhur të jem pjesë e kësaj akademie sepse ka kushtet më të mira, ka një staf perfekt për të sport dhe kam parë që kanë evoluar talente. Në këtë akademi kam ardhur i vogël goxha, dhe është eksperienca parë që kam pasur në futbollin. Mund jam ndje shumë mirë që ku kam ardhur dhe deri tash që jam drejt fundit, ky është viti im i fundit, prandaj jam ndje shumë mirë. Unë kam zgjedhur të jem pjesë e kësaj akademie sepse më pëlqejnë shumë presorat që janë shumë të mirë, kushtet e fushave, topat, gjitha janë sa shumë të mira dhe është një nga ekipet më të mira në Tiranë. Ne kam rritë shumë nivelin tim, të paktën si lojtar, edhe idealizmin tim për futbollin dhe mendoj që mund të shkoj tek një ekip akoma më i madh dhe mendoj që si ekipet janë Academy ma ka dhënë këtë mundësi. Këtë akademi e bën veçantë për kushtimi shumë i trajnerëve, gjithashtu dhe i lojtarëve të saj. Ky ekip është shumë i mirë sepse ka pasionin e lojtarëve dhe lojtarët i përkushtojnë ndeshjeve gjithmonë. Puna për të bërë një futbollist kërkon patjetër dhe prezencën e prindërve, të cilët janë mjaft të përkushtuar për fëmijët e tyre, që të ndjekin ëndrrën për të bërë një ditë futbollist profesionist. Vetë ata janë të lumtur me ato çka kanë gjetur në Etienne Academy, duke besuar se fëmijët e tyre kanë nisur një rrugë që mund të sjellë suksesin e dëshiruar. Më kishin folur për Etienne Academy, kisha pas djalin e madh, me thënë drejtën, atij i kishte pëlqyer këtu dhe vendosa të sjell të vogël. Trajnerët merren shumë me fëmijët tanë, ndjehem e kënaqur. Elementi kryesor që e përcakton këtë akademi është profesionalizmi dhe përkushtimi të gjithë stafit të tij. Ja dalin më së miri që të tëjçojnë të fëmijët jo vetëm parimet e sportit, po mbi të gjitha frymën e të qenit pjesëtar një skuadre që mendoj që është një gjë akoma më e rëndësishme. Unë besoj që përmjet kësaj akademie djali im do bëhet dikush. Ashtu si dhe gjithë prindrit e tjerë, ëndra më e madhe ime do jetë që fëmia im të bëhet pjesë e kombëtares. Prindërit i suportojnë shumë fëmijët, i sjellin gati bëjnë stërvitje 3 herë në javë dhe një ndeshje në fundjavë. Jemi shumë të lumtur që bashkëpunojmë, sidomos trajnerët kanë një komunikim shumë të mirë me prindërit. Fal projektit Uniforma ime, sot çdo kush ka mundësinë që të ketë elementët bazë për të ushtruar sportin e futbollit. Prindërit janë më të lehtësuar, ndërsa dhe klubet ndjejnë një nivel profesionalizmi më të madh, ndihmuar pikërisht nga fakti që lojtarët kanë bazën materiale të siguruar nga qeveria e futbollit shqiptar. Një falënderim shumë të madh do t'i japim dhe Federatës Shqiptare e Futbollit me anë të Uniforma ime, që ka mundësuar gjithë fëmijët të jenë të barabartë dhe ka minimizuar shpenzimet e prindërve për të patur gjithë një çantë të tyre me setet e plota të një futbollisti. Federata Shqiptare e Futbollit na ka suportuar shumë. Projekti Uniforma ime ka ndikuar shumë në zhvillimin e akademisë, i ka dhënë një zhvillim si profesional, ashtu edhe në imazhin e akademisë. Fëmijët ndihen normal më të disiplinuar, më të barabartë dhe ndihen si një skuadër e vërtet me këtë uniformën që Federata Shqiptare na ka mundësuar. Në bazë të këtij projekti, Uniforma ime, prindërit ndihen më të lehtësuar nga ana financiare. Akademia Etienne në këtë rrugëtim ka arritur që të ketë jo pak suksese, teksa një pjesë e atyre që kanë përfunduar rrugëtimin e tyre kanë arritur që të realizojnë ëndrrën për të bërë pjesë e botës së futbollit profesionist. Elidon Gjika është emri që ka spikatur më së shumti, pasi arriti që të bënte hapin magjik, duke kaluar që në moshën 12 vjeçare tek Akademia e Barcelonës. Sot, pjesë e Rayo Vallecanos, Deloshi Kuqezi beson se do të arrijë të bëhet ylli i së ardhmes në kampionatin spanjoll. Kur mora lajmin nga Akademia e Barcelonës, ishte një gjë e papritur. Nuk e kisha menduar ndonjëherë, edhe ishte shumë lajm i bukur dhe i vështirë. Kënaqësi e madhe që në momentin që një futbollist i joni kalon gjithë bën një rrugë kaq gjatë, do të thotë për nesh kënaqësi shumë e madhe, besoj se edhe për sportistin që ka punuar me ne është goxha
goxha arritje. Kështu që ne ndjehemi shumë mirë, mundësisht kemi sa më shumë si puna e Lidonit besoj. Është transferuar që në moshën 12-13 vjeçare në Akademinë e Barcelonës dhe aktualisht është duke luajtur atje. Ky është një fitore shumë e madhe për Akademinë tonë, një emocion shumë i veçantë edhe jemi shumë krenar për atë. Rrugtimi në Sparring ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, nga që në një moshë të vogël vish në një shtet ku futbolli është shumë i vështirë. Deri tash jemi mirë, edhe shpresojmë që të na shkojnë sa më mirë dhe në të ardhmen shpresojmë të luajmë në ligat më të larta. Fakti që një lojtar ka shkuar dhe ka luajtur në Spanjë më motivon shumë, pasi unë kam pas shok ekipi, kam jetur shumë mirë, kam pas afër dhe më motivon që të shkoj dhe unë deri aty. Puna me fëmijët të jep një emocion shumë të madh, por po aq e madhe është dhe përgjegjësia për të qenë pranë tyre e për t'i ndihmuar në një moshë kaq delikate. Ndaj drejtuesit e Etienne Academy e din mirë se puna e tyre duhet të kalojë përtekur nizës së fushës së lojës. Sot Etienne Football Academy nuk është vetëm një akademi, por ne jemi një mision, kemi një përgjegjësi. Jo vetëm që të krijojmë futbollistë të mirë, por edhe të krijojmë njerëz me vlera, respekt, me disiplinë dhe me ëndra shumë të mëdha. Pra ne nuk bëjmë vetëm lojtar, por mbi të gjitha bëjmë njerëz në akademinë tonë. 9 vite nuk jam pak, por duke marrë parasysh që stërvisim fëmijë të vegjël, stërvisim futbollistë për të ardhmen, atëherë edhe shumë nuk duken. Fëmijët vinë me dëshirë të madhe, siç vinë ashtu edhe largohen me dëshirë të madhe dhe me zor presin stërvitjen e radhës. Strategjia e akademisë është të rrisi vlerat, kualitetet, cilësitë, pasionin për futbollin, ëndrrën për që dikush nuk e ka të mundur. Shumë nga pjesë kategorisë tonë përfshihen në këtë pjesë për shkak se nuk kanë mundësi, por Akademia Etienne i ka ofruar bursa dhe aktivitete. Ne kemi të kaluar pritshmërinë, se duke qenë që jemi bërë mbi 300 fëmijë tani, një familje goxha më e madhe se që kemi imagjinuar. Këtë falë sakrificave, punës së palodhshme, tonën, trajnerëve edhe prindërve që na kanë suportuar. Ne kemi pasur shumë progres në zhvillimin e fëmijëve, si në zhvillimin fizik, si në zhvillimin teknik, ashtu edhe në atë psikologjik të lojtarëve tanë. Etienne Academy operon prej 9 vitesh në 2 fusha në qendër të Tiranës, por misioni vijon dhe në horizont është sfida e radhës për të rritur mundësinë që fëmijët që jetojnë në kryeqytet të provojnë emocionet e futbollit. Infrastruktura e Etienne Academy është një nga pikat më të forta që ne mbase kemi, duke qenë se jemi me 2 lokacione në qendër Tiranës. Për këtë duhet jemi falënderues dhe Federatës Shqiptare e Futbollit që na ka mundësuar mbështetja. Gjithashtu duhet falenderoj edhe presidenten e ekipit që na kanë qenë gjithmonë afër dhe është një nga presidentet e para femra që flet kaq shumë për futbollin. Sot në bazë të gjithë punës tonë, sakrificës për kushtimit, ne kemi arritur që të zhvillojmë stërvitje në 2 fusha në qendër të Tiranës. Sfida jonë është krijimi një fushë të re, po ashtu brenda Tiranës, që do të ketë akoma një lehtësi për pjesën e prindërve që të jenë sa më pranë nesh. Stërvitja është njësoj, si tek fusha këtu dhe tek fusha andej. Të njëjtën gjë, çfarë bëjmë këtu e bëjmë edhe andej. Neve duam të përmirësojmë sa më shumë teknikën tek fëmijët, disiplinën edhe të sillim sa më shumë futbollistë në kombëtarën shqiptare. Trajnerët e akademisë janë shumë të kualifikuar dhe mbi të gjitha merren shumë përkushtohen me fëmijët, për kujdesen jo vetëm nga ana e futbollit, por edhe në detajet të tjera që kanë fëmijët, problematikat e tyre edhe çdo lloj gjëje tjetër janë shumë të përkushtuar, edhe shumë të aftë për mua si profesionalisht ashtu edhe nga ana njerëzore. Etienne Academy është krijuar në vitin 2017. Numri i fëmijëve kur kanë qenë në moshë të vogël dhe disa nga ata kanë përfunduar vjet ose par vjet pjesën e trajnimit duke ne dhe tani momentalisht luajnë ekipe superiore U19 ose U21. Ne i krijojmë fëmijëve një ambient profesional me trajner të kualifikuar dhe për të bërë nesër futbollist profesionist. Qëllimi ynë është që të krijojmë sa më shumë lojtar për ekipet e kategorisë superiore, ekipet që të luajnë jashtë Shqipërisë, për ekipin kombëtar dhe për çdo dëshirë të tyre. Kjo akademi ka prestigjin për të realizuar ëndrrën e çdo fëmije për të shkuar kombëtar.
bota e fëmijëve të vegjël është më magjike. Vetë ata e shijojnë në maksimum aventurën e tyre të parë në futboll, duke imagjinuar veten në një të ardhme jo shumë të largët në majat e këtij sporti. Si është stërvitja këtu? Këtu stërvitemi shumë mirë dhe përgatitemi çdo ditë për ndeshje. Ne këtu në Etienne Akademi kemi shumë qef. Çdo ditë bëjmë stërvitje të ndryshme dhe nuk bëjmë gjëra të lodhshme. Këtu kënaqemi shumë, lozim lojra argëtuese dhe bëjmë stërvitje sa më mirë. Çfarë të pëlqen më shumë të bësh këtu në stërvitje? Më pëlqen të bëj finte dhe të gjuaj topin. Mua më shumë më pëlqen të bëjmë gjyte. Mu më pëlqen të bëjmë më shumë lojra. Cila është ëndra jote më e madhe? Të bëjmë mbi 1000 gola dhe një ditë të jem pjesë e kombëtarës. Ëndra ime më e madhe është të luaj me Realin dhe me kombëtaren e Shqipërisë. Ëndra ime më e madhe është të luaj me Barcelonën dhe me kombëtarin e Shqipërisë, gjithashtu me Tiranën. Qëllimi mbetet i njëjtë edhe tek ata që i kanë bërë kilometrat e para në botën e futbollit, teksa objektivi për të veshur ngjyrat e kombëtares kuqezi mbetet prioriteti i çdo kujt. Unë si dëshirë për të ardhmen kam që të bëjmë dikush në futboll, bëjmë i famshëm, pasi kam dhe ekip preferuar Realin, ndoshta një ditë të luaj për ta. Kombëtarja është ëndër për çdo fëmijë që luan futboll, mendoj që nëse është e mundur do bësh gjithçka për ta arritur. Etienne Akademi vijon misionin e tij me shumë përkushtime mbi të gjitha pasion që të realizojë ëndrrën e sa më shumë fëmijëve, të cilët i kanë vënë qëllim vetes që nesër të rreshtohen në majat e sportit më të dashur në mbar botën.